LSDM thekson se ligji I propozuar për ndihmë për viktimat në Koçan është një përgjigje e drejt për drejt ndaj nevojave reale të familjeve të vrarëve dhe të plagosurve në tragjedi. Siç theksoi kryetari I LSDM-s Venko Filipçe, kostot me të cilat përballen familjet e prekura janë të konsiderueshme dhe përfshin trajtime mjekësore, rehabilitim dhe mbështetje psikologjike. Në ligj kemi përfshirë edhe familjarët e tragjedive të tjera, le të mos thonë se po ikim nga rasti I spitalit të Tetovës, Besatrans, Laskarca, por VMRO-DPMN nuk dëshiron të diskutoj për asnjë temë. Ata refuzojnë gjithçka, edhe një herë I bëj thirrje VMRO-DPMN-s që së bashku të miratojmë ligjin për Koçanin. Njerëzit që takuam në Koçan kanë nevoja dhe kjo nuk është as pak e lehtë. Ndërkaq, VMRO-DPMN kundër përgjigjet duke kujtuar për Venko Filipçën se çfarë menaxheri dhe ministri më I keq I mundshëm I shëndetësisë ishte në historinë e Maqedonisë së Veriut. Ai theksoi se sa humbje të mëdha financiare shkaktoi, por potencoi që edhe dëmtoi drejt për drejt pacientët me sëmundje onkologjike, të cilët mbeteshin pa terapi. Filipçe është I zhytur deri në fyt me skandalin në onkologjinë. Filipçe dhe Zaev premtuan shëndetësi europiane, por e shndruan atë në shëndetësi mengeliane dhe një kollaps të plot të sistemit shëndetësor për arsye përfitimi. Filipçe dhe LSDM duhet të dinë se qytetarët nuk do të lejojnë më të jenë viktima të lojrave të pista që për vite e kanë shkatëruar sistemin shëndetësor. Tutje, ata megjithatë shtuan se në kohën kur Filipçe ishte ministër I shëndetësisë, shëndeti I qytetarëve ishte pengi mafias së biznesit të afërt me LSDM-n, ndaj dhe pasojat nga Filipçe dhe LSDM në shëndetësi janë katastrofale dhe të dëmshme.